këto ditë në fshatin Ivic, persona të pa identifikuar nëpërmjet noterëve kanë ardhur në fshatin Ivic dhe kanë bërë një kontratë skandaloze në botë që kontrata thot kështu, 40% të pronës do na jepni neve dhe ne do t'u japim certifikatën e pronësisë. Unë kam dyshimet e mia që janë të grupeve kriminale, dyshoj, të grupeve të korrupsionit dhe shkoj dhe më tutje janë dhe të armiqve tanë shekullor. Deri më tani nuk kanë firmosur kontratat, me sa unë kam dieni, por në fshat kanë ngel si në çdo fshat të Shqipërisë, kanë ngel pleqt. Dhe, me thënë, u shkoj në shtëpi pleqve, si të thuash, për të firmos këto kontrata. Për komunitetin, për ata që nuk besoj se do I firmosën, por unë thjesht dua të denoncoj këtë fakt. Për 25%, në qoftë se do X person të anulloj kontratën, do automatikisht 25%. Ai që firmos që t'ja jap të drejtën, e kalon dhe te palët e treta, dhe të bëj çfarë do lloj gjëje palë tret. Dhe mua më lindin shumë dyshime këtu, që nga ky moment I firmosjes, unë shkoj shumë larg dhe dyshoj që janë dhe forcat armiqësore të vendit tonë. Do me thënë, siguria kombëtare, nuk është thjesht te prona legjitime që unë jam pronar atje, edhe bashkëtarët e mi. Se ka emrin e, unë e kam kontratën këtu. S'ka, s'ja kanë dhënë një banori, nuk ja kanë dhënë. Edhe, e kam këtu. Pa gjë, edhe këtu në fund palët, asnjë gjë. Do me thënë, lindin shumë dyshime dhe kjo sipërfaqe është rreth 3000 hektar buzdetit përballë Korfuzit. Dhe I bie për afërsisht 1400 hektar për të marrë një certifikat pronësie si pronar legjitim. Siç ka çdo fshat pronat e tij kudo, kemi dhe ne fatmirësisht, fatkeqësisht.